Faleminderit shumë që po na ndiqni, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejt për drejt televiziv, e lam me kthimin e Selin në studio, në shtëpi. Ndërkohë, kam përshtypjen është duke na pritur në dhomën e rrëfimit. Shkojmë aty si fillim. Okej, Selin, jam me ty. Heli Dion. Ndje se të lash pak të prisje. S'ka problem. Atëherë, më thuaj pak si të vjen një herë. Pra, Ledion, e para njerë ju kërkoj shumë falje nëse nuk do... Jam shumë e ngarkuar edhe shumë emocionuar. Si më vjen... Kam një gurë në zemër për momentin, sepse më vjen ashtu sikur unë ja kam thënë këtu brenda dy burrave të shtëpisë sonë, të kësaj familje të madhe që jemi, kur jam shprehur që mos harroni që po i drejtoheni vajzës së dikujt dhe po keq trajtoni motrën e dikujt, vajzën e një babai e të tjerë. Dhe kur ja kam thënë këtë gjën, më kanë thënë ti ke ardhur dhe më ke mallkuar mua fëmin tim, kur ndërkohë në asnjë moment nuk e kam mallkuar, por kam shkuar dy burrave që kanë munduar nga dita 1 të shfrytëzojnë imazhin e një vajze që në fund të ditës është thjesht një vajzë. Kupton, është thjesht një vajzë dhe po mundohet për veten e vet. Janë dy shfrytëzues të degeneruar që kam një mlef aq të madh tani, saqë më vjen dhe keq edhe për gjuhën e përdorur, saqë i kam paraprirë kësaj situate ditë më përpara. Edhe unë mendoj që ne jemi e para njerë më vjen shumë keq për shqetësimin që ka marrë familja ime. Domethënë, unë e njoh famin tim, edhe thash nuk marr asnjë hap në jetën time pa bekimet e familjes time. Po jam njëkohësisht aq e mlefosur, saqë në këtë rrugtim dy njerëz të atij niveli, dy burra që pretendojnë të fitojnë në krahët e një vajze, nuk do t'i lejoj kurrë dhe zot i lejoj kurrë. Ato të dy, Rogerti dhe Miri, do mbajnë përgjegjësi për çdo fjalë për hetur mbi kurrizin tim. Dhe për çdo akuzë dhe për çdo ofendim edhe për çdo keq trajtim që kanë bërë këtu brenda në shtëpi. Me mua dhe emrin tim ta mbajnë më të mirë, me Selin Bollatin, jo ato të dy, po edhe 10 si ato nuk tallen dot. Unë të brenda nuk kam marrë për të larë borxhet e Bixhozit, nuk kam marrë për të larë borxhet e trurit tim, të brenda kam marrë me një qëllim për të bërë familjen time bashkë. Ato 100.000 euro, kam thënë gjysma do shkojnë për bamirësi për atë që s'ka mundur kur ta bëjnë jetë për shtëpinë e fëmisë dhe gjysma do jenë vetëm për familjen time për të qenë bashkë. Nuk kam marrë këtu për kokën time, për gabimet e kokës time. As nuk kam marrë për pastruar imazhin tim. Imazhin ta pastrojnë këto që nuk e dinë se çfarë po bëjnë këtu brenda, edhe kanë ulë nivelin e lojës në një pikë që nuk e duhet zbresë shkallë, kam thënë duhet zbresë shkallë që të shkosh te niveli i Rogertit dhe i Mirit gjithashtu. E qartë. E kuptoj ngarkesën tënde, e kuptoj edhe thash edhe me mamin tënd kur po flisja si prind e kuptoj. Mundohem ta kuptoj aq sa mundet një prind të kuptoj një prind tjetër. Ledion ndjem shumë keq. E di. Selin, a di qa është Big Brother? Big Brother është bota jashtë e futur në një botë brenda. Dhe në botën jashtë ka Selin, si kundër ka Rogert, si kundër ka Miri, si kundër ka Juela, Brikena, Mateo, Mal, Edisa, ka nga të gjitha. Dhe ky program është i vështirë emocionalisht, pikërisht për këtë, sepse tregon se si njerëz me vlerat e tua përballen me njerëz me vlera të ndryshme nga të tuat. Ne jetojmë në një realitet ku çdo gjë e jona, aq më shumë në atë program, komentohet vazhdimisht nga kushdo, nga njerëz si unë, si Monika, si Arbri, por edhe nga njerëz si ai që citoi Miri kur u kthye nga udhëtimi jashtë me makinë. Dhe ne nuk mund ta ndryshojmë botën duke i fshirë me gomë këta njerëzit, sepse këtë e kemi të pamundur. Ajo që mund të bëjmë ne është t'i tregojmë botës se ku e kanë vendin këta dhe ku e kemi vendin ne të tjerë.
Dhe nga ndonjëherë, Selin, në më të shumtën e rasteve, bota është e pa drejt. Është e pa drejt, sepse po ti ishte e drejt, nuk do duhet që ti të duhet të bëhesh e rritur atëre kur nuk ishe pse ti ishe e rritur. Por bota kështu është e pa drejt. Ajo që i thash Jasminës me të drejt, është vetëm fakti që ti je në një pikë të lojës, por mbi gjitha të jetës, që si që treguar e fort deri më tani, shkoj gjës deri në fund. Nëse do mundesh, shkoj gjës deri në fund. Jo për publikun, jo për Big Brotherin, për veten tënde, sepse në fund të këtij rrugtimi, do duhet të shohësh veten në pasqyrë dhe ta garantoj, dhe për këtë vë dorën në zjarr, ta garantoj që do ndihesh super krenare me idenë që atyre njerëzve me të cilët ti nuk ndan asgjë, i dole përballë dhe i the ja ku jeni ju dhe ja ku jam unë. Ndihem shumë keq realisht. E di. E di që ndihem shumë keq, e di që nuk do doje... Asnjë në nuk do donte ta shikonte vajzën e saj në të tilla pozicione. Absolutisht. As këto të dy që janë prindër këtu nuk do donin kur fëmijën e tyre ta shikonin të tilla pozicione. Selin, absolutisht, po ki parasysh një gjë, është nën. Kur të bëhesh nën vet, do e kuptosh që nënat shqetësohen sa më tepër se ç'duhet të shqetësohen dhe ndonjëherë e harrojnë që vajzat dhe djemtë e tyre i kanë shpatullat e gjëra për t'i dalë gjërave përballë vet. Unë e kuptoj protektivitetin e prindit. E kuptoj shumë mirë, por kjo nuk do të thotë që duhet të jemi tërkohës në tutelën e prindërve tanë. Në fund të ditës, prindrit na shërbejnë për të na formuar ato parime që i kemi. Dhe më pas, kur dalim në jetë, ato që prindrit na kanë mësuar, i shpërfaqim me të tjerët. Nuk i kemi tërkohës fatkeqësisht prindrit mbasdorët na thonë bëj këtë, mos e bëj këtë. Tani ik, tani hajde. Me gjithë respektin për Jasminën, të cilën e mirë kuptoj, të thash edhe një herë, jam prind vet. Ama je e rritur. Mban mend, dikur kemi diskutuar bashkë dhe ke thënë kur lexove letrën e Tonit. Dhe ke thënë që unë jam patjetër me syt 4 dhe veshët 4 kur vjen puna për diçka që thot babai im, ama jam në një pikë të jetës time që ca vendime do duhet i marr vet. Jo për t'i dalë atyre kundër, sesa për t'i treguar atyre se sa më vlen lëkura ime pa më qenë ata aty afër. Kështu që unë dua që të marrësh kohën tënde, ne do të vazhdojmë të jemi në transmetim edhe mbas kësaj, dhe në fund të mbrëmjes do të pyes, po merr kohën tënde, mundohu të mendosh të gjithë rrugtimin deri më tani, dhe më pas ndaje mendjen. Por merr kohën tënde, mos merr një vendim të nxituar, nisur nga çdo gjë. Mundohu të faktorizosh çdo gjë që të jetë e mundur, edhe mendimin e mamit tënd, patjetër, por edhe rrugtimin tënd, edhe mënyrën se si i ke bërë ballë sfidave dhe natyrisht edhe suportin e publikut që ti vetë thua të ka sjell aty deri në ditën e 103. Kur ti jesh gati, Selin, mund të kthehesh në dhomën e ndenjes edhe të mundohesh që të reflektohesh me veten tënde. Të thash në fund të mbrëmjes do të pyes nëse do të vazhdosh qëndrimin brenda Big Brotherit apo jo. Është komplet në dorën tënde. Falenderoj shumë. Okej, ndërkohë do të shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe më pas të rikthehemi sërish këtu në Big Brother me më shumë. Qëndroni me ne.
adhuron sportin. Premier League, La Liga, kombëtarja shqiptare.